Për këta në tha pejgamberi alajhissalam, në hadithin që e sjell Ibn Majah dhe ka botë vërtet Sheikhul Albani, edhe pse ka fjalë në hadith, tha pejgamberi alajhissalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Me kërku dijen o ju njerëz, tha pejgamberi alajhissalam, me kërku dijen është farz, obligim për çdo njeri. Është obligim për çdo njeri, kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për çfarë dije kemi? Për çfarë dije kena për qëllim? Ato që e thamë në fillim, a kena për qëllim edhe nëse njoni kërejt jetën e tij e harxhon duke mësuar galaktika? A kena për qëllim njoni këtë jetën e tij mëson duke u bë matematikanti i veçantë? A mendoni se hin këtu tekste që erdhën në Kur'an edhe në hadithe për vlerën e njeriu të dijes? A mendoni që është edhe për ata që mirët me biologji, respekt për ata të tjerët. Edhe ata nëse ndajin jetën e kanë shpërblimin e vet. Por Wallahi aja që flitën tekste në atë Sheikhul Islami në Majmu' al-Fatawa vëllimin e 10. Thotë kena për qëllim këtu tekste, janë për qëllim pa u diskutu për hoxhën e dijes, për njerin e dijes islame, dijen që ka trashëguar prej pejgamberëve. Tha Allahu, tha pejgamberi në Kur'an, thotë Sheikhul Islami, innal ulama warathatul anbiya, se dietarët, hoxhallarët e dijes janë trashëgimtar të pejgamberëve. Thotë wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran, ndërsa pejgamberët s'kan lënë trashëgimi dinar dhe dirham. As dirham, wa innama warathul ilm, por ata e kanë lënë trashëgimi dijen fetare. Sa kjo është për çdo këto tekste që vinë në dinin islam, se për kanë flitet. Kush e ka pozitën më të lartë, për çdo njeri dijes është për hoxhën që e ka, pavarësisht na pëlqen neve sta pëlqen, pavarësisht se njëri del më të hoxha ka për vete. Mara unë du mi ka dhu tekstet, a më rukë mua së më rukë e mbetet tek Zoti, a jam në randin e hoxhës, a janë mbetet në çështje tek Zoti, te Allah i madhëshëm. Por që ta dim, i edhe në atë apo si erë, i pëlqej ose i pëlqej se hoxha për ngrit vetën, u Allah i tekstet për ngritin, dhe këtu çka po e thamon janë fjalë të Allahut pejgamberit, dhe i përmana fjalë të parëve të selefit, se njeriu më ngrituri është njeriu që ka imanin dhe ka dijen e dinit islam, dhe para këtij s'ja ka lënë asnjëri. Këto e thanë dietarët dhe tha Sheikhul Islami.